Dëbora në Dibër bllokohet aksi Peshkopi-Maqellar. Rreshtet e dendura të dëborës kanë shkaktuar probleme në qarkullimi rrugor. Në aksin Peshkopi-Maqellar, 10 mjete janë bllokuar në 2 pika, një tek ura e Melanit dhe një bllokim tjetër tek malorja e Dovolanit. Rreshtet kanë vijuar gjatë natës me intensitet deri në 20 cm dëbor. Kompania për mirëmbajtjen e rrugës ka nxjerrë vetëm 4 mjete borë pastruese, të cilat janë të pamjaftueshme për të zhbllokuar aksin, ndërsa një pjesë e shoferëve janë gjetur në befasi pasi kanë hequr gomat e dimrit. Situata e njëjtë është edhe me aksin Peshkopi-Kukës, ku trashësia varion deri në 30 cm në Kalan e Dodës, por nuk raportohen bllokime.